Fllashëp shumë pak, kuptoj më mirë, edhe burri im është shqiptar, edhe unë jam amerikane. Të madhe. Janë edhe disa nga fjalët nga gjuha shqipe që Beli ka arritur të mësoj. Fllashëp shumë pak, kuptoj më mirë, edhe burri im është shqiptar, edhe unë jam amerikane. Të madhe. I can introduce myself and say Krejt se çka di të them në Shqip është edhe ta prezentoj veten, ato gjërat elementare, por ti edhe të bëj një porosi të thjesht në kafeteri. Ti shumë fjalë, por ende nuk kam arritë të mësoj ato dhe ti vendos siç duhet në aspektin logjik të fjalës. In a sentence together. So when I hear you talk, I can pick out certain words that I know, but I can't necessarily speak back to you in full sentences yet. I think it's really dynamic, but I think it's balanced. It's something that Jeta këto është shumë dinamike, por atë unë e kam balancuar dhe këtë e kam mësuar me kalimin e kohës. Të jesh një instruktore jogas, trajnere dhe nganjëherë po nevrikosem edhe nga trafiku rrugor. Dhe kjo më shqetëson. Më vjen nganjëherë të dal nga vetja, por po mësohem me kalimin e kohës duke ruajtur edhe veten time, që të mos shqetësohem sepse e them që janë gjëra të tejkaluara dhe t'i them në atë situatë. Por ka situata kur duhet jem me familjen dhe një kohë t'ja kushtoj edhe shoqërisë. Gjithmonë mundohem të jem në kohë, të planifikoj gjëra dhe të jem korrekte që të kem kohë për vete. I have both. I have a busy side and then I also have time for myself. Pilates për të është shumë më tepër se sa sport. Ajo tregoi edhe për ndikimin që ka ky aktivitet në shëndetin fizik dhe mendor. Këto janë disa nga ushtrimet që ajo praktikon çdo ditë, por që sipas saj duhet të bëhen gjithmonë me kontroll dhe nën udhëzimet e instruktorëve profesionistë. Pilates for me is a discipline that I have come. Në fakt, Pilates për mua është disiplinë. Diçka me të cilën nuk mund të jetoj pa të. I shoh edhe rezultatet nga shumë ushtrime që bëj. Mund të them disiplinë, por tashmë më është kthyer në diçka rutinore. Më pëlqen shumë dhe e dua. In Pristina, we have a wide range of people. I would say that the most... Në Prishtinë kemi një varietet të moshave të cilët vinë për të frekuentuar Pilates. Mund të them që moshat më të shpeshta janë nga 20 deri në 65 vjet. And I can say it's 25%, 25%. I actually love talking about this. So, some of the things that Në fakt, mua më pëlqen të flas për këtë pjesë. Një nga gjërat që mua më pëlqen këto dhe kam dëshirë të flas për të është cilësia e ushqimit, dhe ka raste që kam dëgjuar që njerëzit janë ankuar mbi ushqimin e sjellur këtu nga jashtë. Por çfarë mund të them se një sasi e mirë e ushqimit që kemi këtu buron nga firma të fshatrave përreth, si vezët, pula dhe këto ushqime nuk po vijnë nga fabrikat, e në fakt ne ham kështu në Amerikë. Atje çdo gjë vjen nga këto fabrika industriale ku ato janë të shtypura me hormone dhe gjëra që nuk janë të mira për shëndetin tonë. Dhe të gjitha prodhimet tona janë duke u dërguar në çdo cep të botës dhe një sasi e vogël e ushqimit tonë është vendor dhe kur është i tillë është jashtëzakonisht e shtrejtë, kështu që nuk është e arritshme për të gjithë. Dhe di që ka inflacion edhe këtu. Dhe gjërat janë shumë më shtrejtë se sa ishin më parë. Megjithatë është akoma më lehtë të hash shëndetshëm këtu se sa atje, dhe kjo është një pjesë e madhe e të qenit pjesë e industrisë shëndetësore, që për mua ka shumë rëndësi sepse shëndeti është primar para gjithçka tjetër.